Kjo është anër e kahershme jona, zotni kryetare dhe zoti ambasador. Edhe ne jemi shumë mirënjohës presidentit Turkisë edhe të gjithë atyre që kanë punuar për këtë mirësi të madhe, që tashma xhamia e Plumit del nga bataku i përmytjeve edhe nga bataku i neglizhencës shekullore, edhe merr një pamje të re edhe hyn në një erë të re që e man të lidhën me shpirtin shekullor të saj. Është anër e realizuar, alhamdulillah. Keni rikthy në një vlerë, një diamant të çmuar, do thoja, të këtij qyteti, jo vetëm të historisë, jo vetëm të muslimanizmit, por edhe një vepër arkitekturore për cilën kemi qenë shumë krenar. Rikthimi i kësaj për qytetin është jo vetëm një dhuratë, por edhe një mundësi e lartë për të vizituar. Kjo është zona historike e cila ne në këtë moment kemi bërë një projekt i cili e përfshin dhe kjo pjesë e projektit do të jetë një vlerë e shtuar e hyrjes Shkodrës, e zonës historike të Shkodrës, jo vetëm me historinë, jo vetëm me vizitën. Prandaj jemi mirënjohës dhe ju falenderojmë shumë për këtë dhuratë. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Belediye Başkanı ve Müftü'ye. Edhe unë e falenderoj zotin kryetar të bashkisë edhe myftion. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirdik. Pak më parë bëm inaugurimin e kësaj xhamie me pjesëmarrjen e presidentit të Republikës së Turqisë. Tüm Arnavutluğa, İşkodrılılara hayırlı uğurlu olsun. Ju uroj qoftë për hajër të gjithë Shqipërisë dhe të gjithë banorëve të Shkodrës. Bu cami Türk-Arnavut kardeşliğinin bir başka nişanesi olsun. Kjo xhami është një simbol, është një vepër e cila do të lidhi popullin shqiptar me popullin turk. Güzel İşkodra'yı daha da güzelleştirecek olmasından da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Belediye Başkanı'nın söylediği gibi turizme de önemli katkılar yapacak. Ashtu siç e theksoi edhe kryetari i bashkisë, kjo xhami do të japë një kontribut të madh si atraksion turistik qytetit të Shkodrës. Tüm kardeşlerimize, tüm Arnavutluk halkına hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ve teşrifleri için Sayın Belediye Başkanı'na, Kültür Bakanlığı, İşkodra İl Müdürü'ne, Sayın Müftümüze, Din Hizmetleri Müşavirimize, Sayın Vekilimize teşekkür ediyorum. Duke falenderuar kryetarin e bashkisë, myftion e qytetit, përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, ata shehufetar dhe të gjithë pjesëmarrësit, uroj që kjo xhami të jetë për hajër për të gjithë banorët e Shkodrës dhe Shqipërisë. Teşekkürler. Urime. Urime. Inshallah. Në të marrë personalisht në atë tashi për t'i pasë të cilit në një kështu. Viti 1247, ne jemi në 1426. Kjo është 200 pa një vetë. Po shkrimë, kaligrafia. Po, shikaja, 1229. Historia, që sa i bukur është? Qa mrekullit, qa mërmerit. No, ajo është femën, el mërhume, Fëhrije e bia e Haxhi Ibrahimit. Fëhrije e bia... Por shumë e rëndësishme kjo, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kjo është perë, është pasën kretë.
Vakfetmenin şuuruyla her canlının hukukunu gözetir. Buyurun. Bismillah diyoruz ve kordeleyi kesiyoruz. Hadi bismillah. Hadi.